Grupi i strukturuar kriminal kishte mundur të siguronte armë, thot SPAK, armë shpërthyese dhe municione luftarake në sasira të mëdha dhe i përdorte ato në mjediset publike. Kristi Bixheku akuzohet për veprat e mposhtme penale në bashkëveprim me Lerta Xhiun, Artan Tafani dhe Ersiano Abedimin, kreu krimi shkatërrimi Pronës në dëm të shtetasit të bujar turkut. Dhe kjo është sigurisht përsëritje e veprave. Dhe vijojmë më tej. Bazuar në aktet e timit, arrihet në konkluzionin se aktiviteti kriminal i këtij grupi të strukturuar është i shtrirë nga muaji prill i vitit 2021 deri në muajin maj të vitit 2023, kur drejtuesi dhe organizatori i tij, Lerta Xhiu, u arrestua në Greqi. Lerta Xhiu u ekstradua nga Greqia në korrik të vitit 2024. Antarët e grupit të strukturuar kriminal veç të akuzuarve janë dhe Lulzim Spajia, Ligor Romashka, Bledar Berberi, Ersiano Abedini. Ndaj tyre është paraqitur më parë një kërkesë për gjykim. Lerta Xhiu, organizatori dhe drejtuesi i këtij grupi të strukturuar kriminal, nisi kryerjen e akteve kriminale në shenjakmarrje për vrasjen e kushëririt të tij, djalit të Xhexhait, Klodian Haxhiut, dhe pas arrestimit të dy miqve të tij, Anterio Kaloshi dhe Orgjes Bilbili, i drejtuar dhe i organizuar prej tij. Grupi kriminal, thot SPAK, ndërmori akte konkrete kriminale për vrasjen e personave që konsideroheshin si antar të grupit kriminal kundërshtar, i cili në atë kohë drejtohej nga Aldo Bare. Aktet kriminale të këtij grupi të strukturuar nuk synuan vetëm jetën dhe shëndetin e kundërshtarëve, por dhe shkatërrimin e Pronës përmes përdorimit të lëndëve shpërthyese, apo kryerjen e akteve të vjedhjes me përdorim në armëve, përveç vrasjes së Çayup Selimit dhe Albi Bashaliut, të gjitha krimet e tjera që u përmendën më sipër janë organizuar dhe kryer në shenjakmarrje dhe për të njëjtat motive, thot SPAK. Hetimet vijojnë ndaj personave të tjerë. Pra, kjo ishte çështja që SPAK tashmë ka quar për gjykim grupin e strukturuar kriminal të drejtuar nga Lerta Xhiu dhe duke se do të jenë dënime të rënda, pasi brenda ka dhe vrasje me paramendim. Mirë, ne do ndalemi tek çështja e parë që do të kemi mundësinë ta diskutojmë me dy të ftuarit tan, për sa i përket vrasjes së biznesmenit Edoardo Sarçi. Ne ndjekim insertin dhe do rikthehemi për diskutim me dy të ftuarit tan, Leonard Karajn, që do t'i kemi në studio pas pak, dhe Ervin Karanxhën, ish prokuror. Vrasja e biznesmenit italian Edoardo Sarçi mbetet një enigme e madhe pavarësisht versionit zyrtar që autoritetet shqiptare kanë dhënë për ngjarjen. Zyrtarisht sipas hetimeve të prokurorisë së Gjirokastrës, autori i dyshuar është 48 vjeçari Kamber Sulçaj, nga fshati Mesaplik i Vlorës, tashmë në Arrati. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës së 26 shtatorit 2025 në segmentin rrugor në Vit Salari, në qafën e Dilanit, ku 44 vjeçari italian humbi jetën pas një konflikti të nisur, fillimisht për dritat e gjata të makinës. Sipas versionit zyrtar, Sulçaj po udhëtonte drejt stanit të tij me 100 krerë bakti, ku u përplas me automjetin e Gazmend Braçit. Debati për dritat u shoqërua me fyrje dhe sharje derisa situata u përshkallëzua. Braçi thirrri të atin e Qeren Braçi, i cili mbërriti bashkë me djemtë e tij dhe biznesmenin italian. Pikërisht në atë moment, sipas policisë, Sulçaj hapi zjarr me një pushk gjallë me dylbinate. Një plumb rikoshet goditi në asfalt dhe plagosi Rën Sarçin në arterin kryesore të këmbës, duke i shkaktuar gjakderdhje fatale. Por sipas Corriere della Sera, ky version ka shumë të çara. Në vendngjarje nuk u gjet asnjë gëzhoj që ka ngre dyshimin se ndoshta italiani nuk u qellua me armë zjarri, por u godit me mjete të forta në kokë nga personat që ndodheshin me të. Madje sipas të njëjtës media, edhe dëshmitë e familjes Braçi ortak në biznes me Sarçin janë kontradiktore. Fillimisht deklaruan se autori u shfaq në këmbë dhe qelloi me breshëri. Më vonë thanë se ai lëvizte me makinë pas një debati banal. Një tjetër element që rëndon më shumë misterin sipas Corriere della Sera, viktimës nuk u bë asnjë autopsi mjekoligjore, ndërsa ceremonia mortore u krye me shpejtësi nga bashkëshortja e tij Malinda Toga, e cila është edhe bashkëaksionere në bizneset e Sarçit, të paktën kështu pretendon media italiane. Hetimet shqiptare u mbështetën mbi dëshmitar rastësor që identifikuan një makinë të bardhë me targa të caktuara, mbi braktisjen e automjetit dhe rrobave të Sulçajt në një zonë malore, si dhe mbi armët e shumta që u sekuestruan familjes së tij. Ndërkohë në banesat e Sulçajve u gjetën parakesh, armë gjau, municion luftarak, fara kanabisi dhe 2 kasaforta të mbyllura. Për autoritetet, kjo e vuri në shinjestër 48 vjeçarin, i njohur si person i dhunshëm, shpesh në ndikime alkooli dhe i lidhur me aktivitet kriminal. Por Corriere della Sera shtron një pyetje të madhe: pse hetimi u mbyll kaq shpejt, duke mos u thelluar tek dëshmitë kontradiktore të ortakëve shqiptar të viktimës, të cilët sipas kësaj medie kanë edhe lidhje të fuqishme me politikën. Në këtë pikë, mbetet e paqartë nëse Edoardo Sarçi u vra vërtet nga plumbi një personi si Sulçaj, apo nga njerëzit më pranë tij të natë, ata që sot paraqiten si dëshmitar.
Mirë, pra ky ishte inserti që dëgjuam për sa i përket vrasjes së biznesmenit italian, ku tashmë një nga mediat kryesore prestigjioze në Itali, Corriere della Sera, ka ngritur një sër pretendimesh për sa i përket kësaj vrasje, duke veshur ende me më shumë mister për atë që ndodhi ndaj Edoardo Sarçit. Mirë, për diskutuar për këtë çështje dhe të tjera tema, un kam të ftuar sonte në Sken Krimi avokatin Leonard Karaj. Avokat, shumë faleminderit. Mirëmbrëma. Si dhe ish prokurorin, avokatin Ervin Karanja. Karanja, shumë faleminderit. Mirëmbrëma. E nisën së bashku si ish prokuror, duke qenë se është një çështje që besoj po hetohet, një pjesë e mirë e gjërave. Nxjerr disa probleme me kjo media italiane, Corriere della Sera. Dhe unë e mora për diskutim duke qenë se është prestigjioze italiane. Nxjerr dyshimin që nuk është bërë autopsia, nxjerr lidhje të forta sigurisht politike të personave që shoqëronin Edoardo Sarçin atë natë, dhe dyshon tek varrosja e shpejtë që ka të përfshirë dhe bashkëshorten e Edoardo Sarçit. A mund të ndodhi që të bëhet varrosja pa bërë autopsi të një viktime? Tani, në rastin konkret është një rast shumë i ndjeshëm për publikun, pra ka ndjeshmëri në publik. Mendoj që nuk janë vërteta ato që thuhen në mediat italiane, sepse një nga pjesët e shkrimit që thuhet dyshohet. Thjesht kur shkrimi thot dyshohet, thot që është me dyshime dhe me hamendësi. Në rastin konkret, domethënë unë për vërtetës çështjen penale dosje nuk e kam lexuar, por nga praktika, edhe në vitin 1997, te disa raste të ngjarjeve të Vlorës nuk është bërë autopsia për shkak se s'kishte shtet. Pra në Vlorë, në vitin 1997 ka ndodhur disa raste që domethënë personat kanë vdekur dhe nuk dilte shkaku i vdekjes. Por sot flasësh në vitin 2025, nuk është bërë autopsia e një personi i cili ka vdekur, unë them që domethënë nuk ka ku të shkoj, pra ky është një mashtrim. Mendimi im është që në rastin konkret është bërë kthyrja e kufomës, është bërë kthyrja e vendit ngjarjes, sepse është gjetur dhe kufoma në vend ngjarje, është bërë kthyrja e kufomës, është bërë akti ekspertimi madje me kohët e fundit me zhvillimin dhe të shkencës, domethënë dhe edhe teknikës. Autopsia mund të jetë dhe e filmuar, pra është e filmuar. Okay. Janë të gjitha të filmuara. Një, e para. Pra këto përjashtohet kategorikisht që mos jetë bërë autopsia, kë është e papranueshme. Këtë nuk mund ta pranojmë, domethënë që nuk është bërë autopsia. Tani lidhje me varrosjen. Ne kemi shtetësi italian ka jetuar në Shqipëri dhe është martuar me një shqiptare. Ne kemi rregull jo vetëm për këtë rast, por për gjithë rastet e tjera, ne nuk i marrim kufomat nga 3-4 ditë. Është rregulli vdes, personi mbarohen procedurat me mjekësinë ligjore, me Institutin e Mjekësisë Ligjore, kur zbardhen të gjitha shkaqet e ngjarjes dhe më pas bëhet varrimi. Kur ka një diskutim, ka pasur raste që bëhet dhe ekshumimi i kufomës. Por zhvarrosja, po themi. Por këtu nuk ka vend për zhvarrosje, sepse ka qenë rast shumë i ndjeshëm për publikun dhe nuk ma do mendje që mjekët të kenë bërë gabime. Mjekët madje mund të kesh pas dhe grup mjekësh për të dalë në mënyrë shkencore dhe të saktë për shkaqet e vdekjes së personit. Duke llogaritur, pretendohet se është me dhunë të jashtme, ka dhe dhunë të jashtme, dhe është pretenduar dhe në shkrim. Po. Do të ditur me sende të forta, thon, ky mund të jetë shkaku i vdekjes, pretendon Corriere della Sera. Pretendimi është që vdekja është shkaktuar me mjete të forta mbretse, se kështu është terminologjia mjeko-ligjore. Mendoj që nuk është kjo. Mendoj që është akti mjeko-ligjor, është i saktë dhe ka përcaktuar shkaqet e vërteta të vdekjes. Në rast se ka dëmtime të jashtme, ngelen dhe te kufoma, pavarësisht se personi ka ndruar jetë, ngelen quhen në gjuhë shkencore quhen ekimoza ose dëmtime në pjesën e jashtme të trupit dhe mjeku përcakton se pse mund të jetë shkaktuar kjo ekimozë. Mund ndodh ka pas raste për shkakun që viktima, për shembull ka nejtë në këmbë, ka ndruar, domethënë ka humbur ndjenja dhe ka rënë në tokë. Dhe nga rënja në tokë mund të ketë një dëmtim nga rënja në tokë. Jo, flas është hipotetike, jo rasti konkret. Kemi raste dhe ne ka pas asor ç'është ky dëmtim pjesën e ballit, është pjesë e rënies, sepse është si peshë, për shembull një trup i madh që është gati mund të jetë mbi 80 kg, kur bin tokë është në rënje të lirë, pra bie koka, por shkaku vdekjes është gjë tjetër. Dhe rastin konkret mendoj që dëmtimi i arterjes kryesore të këmbës ka qenë shkaku dhe rrjedhja e gjakut. Pra nuk ekziston as edhe një lloj nga këto, pra nuk është e vërtetë kjo që thuhet në median italiane. Edhe në raste tjera, edhe në raste tjera në median italiane, ne synojmë që shqiptarët për sa i përket trafikut drogës jemi të dytët në Evropë. Po të keni parasysh para disa kohësh, ka dalë një raport që ishte me një
Ojo që, sepse po të keni parasysh raportet që dalin duhet bazohen ose në organet e ndjekjes penale, ose policisë shtetit, kishte një shoqat që neneve na rendisnin në Evropë vendin e dytë. Pra ne jemi mafia shqiptare, si mas këtyre, e trafikut të drogës, është në vend e dytë në qarkullimin e parave në gjithë Evropën, një fakt i cili nuk është i vërtet. Pra neve vetë që i bëjmë qefin vetës që ta ngrejnë vetën kaq shumë. Nuk është e vërtet. Dhe mediat italiane janë disa raste që flasin në dëm të vendit tonë, pavarësisht se kush është pushtet, nuk hyn fare kësaj pune. Ne duhet themi të vërtetën, ngjarjet janë ngjarje. Edhe për shkakun e vdekjes të italianit nuk mund ta pranojmë që nuk është bërë autopsia, një pavarësisht se kush e thot Corriere della Sera ose Corriere della Mattina. Neve duhet jemi të saktë me atë që ka ndodhur në Shqipëri. Faleminderit Karanxha. Avokat, bashkë e kemi diskutuar këtë, nuk kemi pasur mundësi që të lidhim një diskutim në këtë tavolinë. Ke parë gjë të çuditshme në këtë ngjarje? Të çuditshme ishte mënyra se si mund të ndodhi një aksident i tillë edhe të humbi jetën një person në mënyrë të tillë. Pra, duhet të jetë një lloj fataliteti i shkruar nga Zoti, i themun, që një person të ndroj jetë në këtë lloj mënyre. Sipas të dhënave, ai ka ndruar jetë nga një plumb rikoshet që ka rënë në gomën e makinës dhe nga goma e makinës ka shkuar te këmba e tij dhe i ka prekur fiks arterien kryesore dhe nga e cila ka ardhur edhe vdekja. Pra, si të thuash, gjasat që të ndodhi një fatalitet i tillë janë me një probabilitet shumë, më thënë, drastik, po them. Kështu që kjo do ti, e para nuk ta shuan dot kuriozitetin, e dyta, në ana njerëzore njeriu është gjithmonë dyshues dhe kështu që të dyshosh është humane. Në lidhje me pastaj me atë që shkruan media italiane, unë nuk do isha dhe shumë kategorik, sepse kolegu thotë domethënë që është bërë autopsia nga mjeku ligjori. Okej, unë nuk e përjashtoj këtë fakt që mund të jetë bërë autopsia nga mjeku ligjori, po unë njoh me mira raste që autopsit ose raportet e mjeku ligjorit janë 180 gradë ndryshe nga ato për të cilat kanë ndodhur ngjarjet. Pra, aq sa e thënë në mënyrë banale, e kanë bërë burrin grua dhe gruan burr. Në autopsi. Në autopsi ose në raportin e mjeku ligjorit. Pra, në qoftë se unë personalisht në këtë 28.000 km2 ASHK-n, hipotekën, e mbaj si, le themi, institucionin më të korruptuar në kuptimin e mirëfillt të fjalës, më bërë që të eroja, dhe deri tek ministri i linjës në raport me korrupsionin e institucioneve në gjithë Shqipërinë, mund ta them domethënë që mjekësia ligjore mund të vijë dyta apo e treta në radhë. Sepse po të them edhe një tjetër, nisem nga ato që kam përjetuar në mënyrë personale, për çështje që kam pasur, se fatmirësisht s'kam pas të bëj fare me mjekësinë ligjore në tërësinë e vet. Këtu thjesht po analizoj, nuk është se po u vë damkën atyre, damkën e kanë të tyre në të mira apo në të keqe, por ama jam i prirur që të mos shkoj drejt asaj idesë, domethënë që ta marr të mirë që në çdo gjë që këta bëjnë, sepse po them dhe e rithem që në shumë raste ata kanë bërë edhe të pabërën. Dhe pse mos analizoj, ose pse mos dyshoj, ose pse mos ngre një hipotezë të tillë që e gjithë kjo ngjarje të jetë edhe e rregulluar, edhe e stisur nga ata të cilët mund të jenë përfituesi direkt të kësaj rasti, të kësaj ndarje nga jeta, sipas Corriere della Sera, dy miqtë e tij ortak, të cilët ishin bashkë me të, sipas Corriere della Sera, po e theksoj sepse nuk kam tagër që ta them. E kanë thënë ata, s'kam tagër ta them. Edhe bashortja e tij, e cila ishte aksionere në biznesin e personit në fjalë. Dhe në qoftë se po e marr prapë të mirë që në qoftë se ka ndodhur një histori e tillë, të sigurojmë domethënë që e kanë qepur në atë mënyrë ngjarjen, duke filluar që nga momenti se si do shkohet për gjuhë e tij, me orën e saktë, me personin që do dalin e do krijojë, le të themi, fabulën, edhe deri tek pjesa pastaj se si do vi policia dhe si do mplekset kjo histori nga mjeku ligjori. Pra, në qoftë se kanë rregulluar një vrasje të tillë makabre, mos mendoj domethënë që nuk kanë menduar çdo detaj.
Duke qenë se Corriere della Sera përmendën ndoshta edhe lidhjet që këta persona kanë me politikë, me njerëz pushtetshëm ndoshta që me të gjitha ja lehtësojnë gjërat. Nëse në këtë pikë ne jemi një fshat i vogël. Edhe s'duam i gjejmë njerëzit për ta rregulluar. Plus faktet që ku bëhet fjalë për biznesmen, biznesi gjithmonë ka qenë hyjzmeqar ose afër politikës. Një politikan X apo Y, kështu që kjo nuk është ndonjë problem i madh. Corriere della Sera aty ngre edhe një dyshim tjetër, fakti që është qelluar nga një plumb, ndërkohë që nuk gjendet gëzoja. Pra, dhe pjesa tjetër akoma që akoma nuk është gjetur personi, domethënë i cili pretendohet se është autori i krimit, i cili mundet domethënë të jepte edhe ai le të themi një lloj versioni. Apo edhe fakti domethënë që ka kontradita në dëshmitë e personave në fjalë midis njëri tjetrit. Kur ti je dëshmitar në një ngjarje, ne të tre për shembull që të jemi dëshmitar në një ngjarje, nuk ka asnjë lloj arsyetimi që neve të themi të kundërtën në njëri tjetrin për të njëjtin ngjarje. Që kemi parë. Pavarësisht sa tronditur mund të jemi. Po s'ka lidhje pra. Dhe nëse ata të dy që kanë qenë bashkë me personin në fjalë, domethënë janë kontradiktorë në ato që thonë, minimalisht të lind dyshimi. Minimalisht po them. Unë nuk po mundohem domethënë që të gjej me patjetër një vrasës për te atij që sot dyshohet. Pra këtu jemi. Dhe njëherë, nuk e bëj median italiane median e kulluar, nuk i bëj italianët më të mirë se sa shqiptarët, në sensin e mirë të fjalës. Po për sa gjëra kanë shumë guxim se ne. Po për sa gjëra kanë shumë guxim se ne, dhe për sa gjëra, dhe kur bëhet fjalë për një ngjarje të këtij të thashë një që në krye të fjalës, që është një ngjarje e cila minimalisht të shtyn të cytë drejt një lloj kurioziteti. Ore si mund ndodhin që të vdesin një rob në këtë lloj mënyre? Thanë këtë dhe për ta mbyllur, nuk do ishte as pak sakrilegj që prokuroria të thellohej në këto hetime, ti rishikonte dhe nëse do gjinte fakte konkrete gjatë hetimit, pse jo, kërkonte edhe zhvarrosjen për të shparë domethënë se si ka ndodhur gjithë kjo histori, pasi aty pastaj do shikohet nëse këta ustallarët e mjekëligjorit kanë thënë të vërtetën në raportin e tyre, apo gjithçka që është thënë nga Corriere della Sera është thjesht një skup mediatik. Faleminderit Nart. Aranxha për ta përmbyllur. Ndoshta ishit komplet të ndryshëm nuk e bëra domosdoshmërisht. Jo, është shumë okay. Domethënë, pretendimi është duke qenë si ish prokuror, i njihni shumë mirë se si bëhet. Unë okay. Jo, domethënë ma kthe përgjigjen vetë sepse ndoshta unë përgjigjem vetë the. Corriere della Sera thotë se është bërë autopsi fare. Domethënë është gjë tjetër. Pra është gjë tjetër thuaj që është autopsia manipuluar, është gjë tjetër thuaj ato thonë nuk është bërë as manipuluar, as këshire as gjë. Tani për mendimin tim për çështjet mëdha, kur ka shumë, sepse kjo çështje do kaloj shumë filtra. Po, ka dhe presion mediatik. Nuk mund të lëviz. Mund të jetë një çështje, po këtë lloj sepse është dhe e filmuar. E qartë. Për shembull ka pas edhe një, nuk po përmend emër për X rast. X rast nuk e përmend emër, edhe ka qenë e filmuar, kishte dyshim për dëmtimet në kokë një personi. Edhe unë e pash videon vetë, domethënë e pash vetë që çfarë shtypjesh ishin bërë në kokë. Po e pash video dhe krijoi bindjen, sepse për të eliminuar zhvarrosjen në këtë rast. Sepse ti duke e parë me pamje filmike dhe për shembull dhe dëmtimin kënd, kur është i filmuar, sepse duket të shqyrë jashtme e kufomës. Domethënë po të kemi parasysh probleme kemi pasur për mungesën e autopsisë, po të keni parasysh për rastin e Korçës. Kemi parasysh që rasti i Korçës ishte ajo që u var s'kishin bërë autopsi, s'ishin bërë veprimet e para siç duhet dhe më parë. Jo, aty ishte bërë autopsia. Jo, nuk ishin bërë veprime siç duhet tash. Dakor, pra aty u mirë more që kemi bërë se është identike njëjta gjë. Nuk ishin bërë veprime siç duhet. Jo, këtu thuhet këtu Corriere della Sera thotë nuk është bërë fare. Mos u nis të motamo Corriere della Sera, si nusi fakti dyshimit të arsyeshëm. Kur ka dyshime se tash po flasim Corriere della Sera thotë nuk është bërë autopsi, ndërkohë ne themi është bërë. Kjo iku. Pyetja numër 2. A mundet që autopsi, tashin edhe bëjmë se diskutime, bëjmë do dhe ky. Patjetër. Do thonë e diskutojmë. Edhe ai rast kishte diskutime të veta, për shembull vendi i varës që prish vendi i ngjarjes, kishte veprime dobta nga ana e prokurorit. Pra prokurori që në fillim kishte bërë mos fillim çështje. Ndërkohë e njëjta prokurori, se u pyetëm domethënë dhe me një emision tjetër që folur ka
Po shkeli ka, kur ti vetë e mos fillon çështën, dhe mrapa, mas 5-6 vjetësh, që ka vrasje, atë është punë e dobët. Gishtat gjenden tek çarçafi, është ky rasti. Ishte rasti i çarçafit, që ishte një çarçafi gjatë, që ishte një çarçafi i bledhve, ishte motivi, gjitha i personit, lidhja e vjetër, edhe xhelozia,